Shikues të nderuar, Dalpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Protesta e opozitës u paremërua si një moment kthese për vetë opozitën, por edhe për gjithë Shqipërinë. Por zhvillimet në terren treguan ditën e djeshme një realitet tjetër, mungesë sërish strategjie për shkallëzim të pakontrolluar dhe në fund një tjetër dështim për të prodhuar ndryshim politik. Përplasjet me policinë që lanë të plagosur si qytetar ashtu edhe deputet e zhvendosën momentin nga kauza te kaosi. Protesta e 17 prillit u paremërua si një moment kthese për opozitën, por zhvillimet në terren treguan një realitet tjetër, mungesë strategjie për shkallëzim të pakontrolluar dhe në fund një tjetër dështim për të prodhuar ndryshim real politik në vend. Përplasjet me policinë që lanë të plagosur si qytetar ashtu edhe deputet, por edhe policë e zhvendosën vëmendje nga kauzat te kaosi. Në vend që të forsonte narrativën e saj, opozita u duke pa përgatitur për të menaxhuar sërish një protestë të këtyre përmasave. Dhuna dhe tensione jo vetëm që zbehan mesazhin politik, por i japin hapësirë qeverisë të justifikojë ndërhyrjen dhe të minimizojë kërkesat e ngritura. Në thelb, problemi mbetet i njëjtë, mungesa e një alternative të qartë dhe një plani konkret. Thirrjet për largimin e kryeministrit Rama nuk mjaftojnë kur nuk shoqërohen me një vizion bindës për qytetarët. Historia e viteve të fundit ka treguar se pushteti nuk rrëzohet me protesta sporadike dhe përplasje në rrugë, por me një organizim të qëndrueshëm, besim publik dhe aksion politik të strukturuar. Nga ana tjetër, reagimi i qeverisë dhe qëndrueshmëria e saj përballë këtyre protestave konfirmojnë një realitet të hidhur për opozitën. Sistemi nuk po lëkundet. Kryeministri nuk largohet në presionin e një proteste që nuk arrin të mobilizojë shumicën dhe që degradohet në incidente. Ngjarjet e ndjeshme duhet të shërbejnë si një reflektim për opozitën tonë, pa një riorganizim të brendshëm, pa leadership të qartë dhe pa një strategji afatgjat, çdo protestë rrezikon të mbetet një episod i përsëritur që përfundon në të njëjtin rezultat: zhurmë, tension dhe asnjë ndryshim real politik. Nëse synimi është ndryshimi i pushtetit, rruga kërkon më shumë se sa përplasje, kërkon besim, alternativë dhe aftësi për të bindur një shumicë që sot duket ende e paqartë. Një incident i rënd rrugor ka ngritur pikpyetje në Gjirokastër mbi gjendjen e mjeteve të shërbimit, por edhe profesionalizmin në administratën tonë vendore. Një kamion i bashkisë i ngarkuar me rër për punime në një rrugë ka përplasur disa makina. Një incident i rënd rrugor ka ngritur pikpyetje serioze mbi gjendjen e mjeteve të shërbimit dhe profesionalizmin në administratën vendore të Gjirokastrës. Një kamion i bashkisë i ngarkuar me rër për punime në një rrugë është përfshirë në një aksident zinxhir duke përplasur 5 automjete të tjera. Sipas dëshmive, shkaku kryesor dyshohet të ketë qenë mosfunksionimi i frenave, çka çon drejt një problemi të mundshëm teknik të mjetit. Ky rast nuk është thjesht një aksident i izoluar për një sinjal alarmi për standardet e mirëmbajtjes së flotës së mjeteve publike. Mjetet që përdoren çdo ditë për shërbimin ndaj qytetarëve duhet të jenë në gjendje optimale teknike, të kontrolluara rregullisht dhe të certifikuara për qarkullim të sigurt. Neglizhenca në këtë drejtim mund të ketë pasoja të rënda siç u pa edhe në këtë rast. Përveç aspektit teknik, në fokus vjet dhe përgjegjësia njerëzore. A janë drejtuesit e këtyre mjeteve të trajnuar dhe të kualifikuar siç duhet? A respektohen procedurat e sigurisë përpara se mjetet të dalin në rrugë? Mungesa e kontrollit dhe profesionalizmi mund të kthehet në rrezik real për jetën e qytetarëve. Ky aksident duhet të shërbejë si një piknisje për një hetim të plotë dhe transparent nga institucionet përgjegjëse. Është e domosdoshme të verifikohet gjendja teknike e gjitha mjeteve të bashkisë, të rishikohen procedurat e mirëmbajtjes dhe të forcohet kontrolli mbi kualifikimin e shoferëve. Siguria publike nuk mund të lihet në dorë të neglizhencës apo pa aftësisë. Qytetarët meritojnë shërbime cilësore dhe mbi të gjitha të sigurta. Bordi i transparencës ka zhvilluar mbledhjen e radhës ku ka përcaktuar çmimet e reja të karburanteve në vend. Kështu, sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë për naftën nuk duhet të jetë më shumë se 197 lekë për litër, ndërsa i me shumicë është caktuar në maksimum 185 lekë për litër. Ndërkohë, për benzinën, çmimi maksimal me pakicë është vendosur në 172 lekë për litër, ndërsa me shumicë në 160 lekë për litër. Këto çmime hyn në fuqi prej ditës së sotme dhe do të mbeten të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Trupa e teatrit Zini Saku dhe Gjirokastrës po shfaq këtë fundjavë premierën e komedisë Kërdia. Kjo komedi e zezë vjen si një pasqyrë komike e jetëve tona, ku kostumi i shtrenjtë nuk e fshet dot sjelljen brutale.
Trupa e teatrit Zini Sako të Gjirokastrës po shfaq këtë fundjavë premierën e komedisë Kërdia. Kjo komedi zez vjen si një pasqyrë komike e jetëve të ujdisura ku kostumi i shtrenjtë nuk e fshet dot sjelljen brutale. Kërdia është një shfaqje e cila e kujton shoqërisë së sotme se sa afër xhunglës është edhe kur pjesëtarët e saj qëndrojnë në salla moderne. Në regjinë e regjisorit është Klzen Berisha. Kjo shfaqje është veshpetku në qytetërimit për të thellë në pajën stiktet që fshihen pas buzëqeshjeve të mirësjellshme dhe diplomatike. Kemi bërë një proces intensiv dhe aktorët kanë qenë gjithmonë të gatshëm të provojnë, të punojnë. Kanë derë djevës edhe unë mendoj që sot në bazë të reagimeve të publikut mendoj që kanë arritur atë si themin e qëllimit. Tani e mira nuk ka fund ku, po mendoj që nga publiku morëm përshtypje të mira edhe pas shfaqjes dhe mendoj që jemi munduar së paku të arrijmë atë që kemi synuar që në fillim. Tani unë përpiqem ta them të drejtën që mos t'jap mesazh sepse nuk e di as vetë. Se po dash mesazh pastaj e di zgjidhjen, e di formulën. Unë përpiqem që të ngacmoj, të përafrohem tek problemi i cili është si them aktual, i cili rezonon me probleme sociopolitike sot këtu, prandaj edhe bëra për zgjedhjen e kësaj shfaqje. Keni menduar që keni arritur ta ngacmoni publikun nëpërmjet kësaj shfaqje? Po, mendoj që po, ai ka qenë synimi, pastaj do thot nga ky publik që ishte sot, domethënë arritëm nga ato që morëm nga ta, besoj që ata na thanë që jemi të prekur, jemi të ngacmuar. Unë tani jam shumë emocionuar se sapo kam dalë nga shfaqja, patjetër që jam edhe e rënduar. Di të them që kjo ka qenë një nga shfaqjet më intensive që unë kam bërë edhe e kam bërë me gjithë shpirt dhe falenderoj shumë teatrin e Gjirokastrës, Lejdën, Shkëlzen Berishën dhe publikun e Gjirokastrës që erdhën dhe na panë. Kjo shfaqje flet për brishtësinë që kemi në civilizim, domethënë mjafton një konflikt i vogël edhe bum shfaqen ato instiktet më të egra të njerëzit. Është një shfaqje shumë e bukur që flet për realitetin tonë. Kjo nuk ka, siç thotë regjizori jonë, që nuk është se ka një mesazh të qartë. Kjo nuk është se ka një histori që të çon diku. Kjo shfaqje ka realitet. Pra është diçka që po ndodh tani, edhe midis meje dhe teje. Pra është një shfaqje që tregon se sa e varfër është njerëzorja brenda nesh. Për mua personalisht ndoshta nuk është si thua 100% mesazhi i shfaqjes, por ajo që mendoj kur e marr një pjesë, them çfarë do t'i vlej publikut të Gjirokastrës kjo shfaqje. Dhe këtu flasim për dy fëmijë që janë rrafur me njëri tjetrin dhe prindrit, përfundojnë dhe prindrit si fëmijë. Që do të thotë zanafilla e bullizmit lind nga shtëpia, nga prindrit. Dhe për hir të së vërtetës në shkollat tona ka shumë bullizëm. Dhe publiku do të vi të shikojë shfaqjen dhe nuk është vetëm një shfaqje që ti vish të argëtohesh, po ta drejtosh gishtin nga vetja që do të jemi pak më të mirë dhe jo vetëm të jemi fasadë të mirë, po të jemi vërtet të mirë. Kjo është ajo që mua më ka prekur më së shumti dhe është një mesazh që publiku duhet, si thua, teatri është katarsis dhe publiku duhet të pastrohet nga kjo e keqe, le të themi. Për mua kjo është ajo që më ngjiti, që e përqafova këtë pjesë dhe kam punuar me shumë dashuri për këtë pjesë, sepse ky është misioni i teatrit, nuk është vetëm të argëtoj, por edhe të përsjellë mesazhe për ta bërë një shoqëri edhe më të mirë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmash. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.